Kemi 18-20 tërmete në ditë, sismologu flet pas lëkundjeve të fundit, do të vazhdojnë, s'ka vend për panik. Sismologu Edmond Dushi ka folur rreth tërmeteve. Një tërmet i fortë u ndje 2 ditë më parë në Tiranë me magnitudë 4.4, ndërsa ditën e djeshme ka pasur 2 pasgoditje me magnitudë më të ulët. Sipas Qendrës Sismologjike Europiane Mezetare EMSC, tërmeti me magnitudë 4.1 shkallës Richter ishte me epicendër në zonën e Fushkrujës, ndërkohë që 2 lëkundjet e tjera u regjistruan në Tiranë. Sismologu tha se duke patur parasysh historikun e tërmeteve, pritet që pas tërmetit kryesor të ketë edhe goditje të tjera 18-20 ditë më pas. Ne kemi statistika gjithëpërfshirëse në të gjithë rajonin. Të gjitha serit tërmetore që ndodhin në zonat perëndimore të vendit zgjatin më shumë se tërmetet në zonën qendrore. Kjo është tregues që do të kemi një zgjatje në vazhdim të kësaj serie tërmetesh. Pa përhapur panik, bazuar mbi të dhënat që ne kemi aktualisht, nëse bëjmë llogaritjet, mund të llogarisim diku tek 18-20 ditë nga tërmeti kryesor i datës 24, tha sismologu.